Agim Veliu ka qenë një prej figurave kryesore të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Disa mandate në krye të Podujevës e bën atë një nga politikanët më të fuqishëm lokal të LDK-s. Në vitin 2020, ai la komunën për të bërë ministër i punëve të brendshme. Shkarkimi i tij nga Albin Kurti për deklaratat rreth gjendjes së jashtëzakonshme ndezi përplasjet brenda koalicionit VV-LDK, të cilat përfunduan me rrëzimin e qeverisë. Me formimin e qeverisë Hoti, Veliu u rikthye në ministrinë e brendshme, por vendimi i gjykatës kushtetuese e mbylli edhe këtë kapitull. Në zgjedhjet e 14 shkurtit të vitit 2021, ai mori 11.813 vota dhe siguroi ulse në kuvend, por në zgjedhjet e shkurtit dhe dhjetorit të këtij viti, Abdi Gjiku e la jashtë liste Veliun. Para këtyre zgjedhjeve, Veliu reagoi ashpër ndaj Lumir Abdi Gjikut pasi u përjashtua nga lista e kandidatëve. Ai e quajti vendimin manovër të ulët të mbështjellë me frikë, duke thënë se brenda partisë kishte frikë nga fuqia e tij elektorale dhe se kalkulimet personale po zëvendësonin meritën politike. Sipas tij, ky vendim nuk ishte politik, por padrejtësi e brendshme, që fyente votuesit që kishin mbështetur ndër vite. Pas zgjedhjeve, ku LDK doli e treta, Veliu foli edhe më hapur. Ai kërkoi llogaridhënie politike duke thënë: "Humbjet radhazi nuk janë rastësi, askush nuk është mbi partinë." Veliu akuzoi udhëheqjen për mbyllje ndaj kritikës, mungesë transparence dhe kapje të vendimarrjes, duke paralajmëruar se refuzimi për të reflektuar është refuzim për të marrë përgjegjësi. Por apo humb LDK-ja pa Agim Veliun? Sot partia është pa një figurë që ka fituar disa herë radhazi besimin e qytetarëve në Podujevë. Duke qëndruar jashtë lisave dhe institucioneve, lind pyetja: a ishte gabim ta linin jashtë dikë me bazë kaq të fortë elektorale, sidomos kur partia po bie në përqindje? Veliu thotë se kjo është vetëm fillimi i betejës së tij dhe se do të kërkojë transparencë deri në fund. Në sheshor të vitit 2021, kryesia e LDK-s vendosi ta shkarkojë Agim Veliun nga pozita e kryetarit të dekës së LDK-s në Podujevë, duke arsyetuar se ai nuk kishte shprehur interesim për të rikandiduar, vendim të cilën Veliu e kundërshtoi duke thënë se ishte marrë pa pëlqimin dhe dijenin e tij.